Shpesh dëgjojmë pyetjen ku thot feja që droga është haram. E po e vërteta është më thjesht se sa mendon ti. Eja ta dëgjosh vet. Allahu në Kur'an thot: mos e hidhni veten tuaj në shkatërrim. Ky është parimi bazë që ndalon çdo substancë e cila dëmton jetën. Gjithashtu profeti alayhi salam ka ndaluar çdo gjë e cila të deh, çdo gjë e cila të turbullon dhe të plagështon mendjen. Droga pikërisht bën këtë. Islami e ndalon drogën sepse ajo godet 3 kolonat e tua kryesore: mendjen, trupin dhe shpirtin. Çdo gjë që vret amanetin e Zotit është ndaluar dhe është haram. Droga nuk të jep liri, por të bën rob të saj. Të merr kontrollin dhe të prish moralin. Dhe kur i humbet këto, ke humbur gjithçka. Mos e lejo shkatërimin në jetën tënde. Mbro veten tënde, mbro mendjen tënde dhe zgjidh dritën përpara errësirës.